Ky podcast u mundësua nga Max Mavrut, Max Wine, vera më mirë shqiptare, Bit Investment Group, Tenda Tushi, Big Brother Boutique Shkodër, Eagle Rental, Zeus Dental Clinic. Mirëmëngjesi. Sot Shamat podcast do ta bëjmë një formë tjetër. Jena nisë për Shkodër, edhe sepse personazhi i sotëm është nga Shkodra dhe me promovu dhe Shkodër. Përshëndetje zonja dhe zotëri, mirë se vini në Shamat podcast. Sot podcasti do jetë disi ndryshe. Do jetë në terren, edhe me qenë se dhe i ftumi Anton Luka, Anton. Përshëndetje. Me qenë se i ftumi ka ba shumë udhëtime në Kinë, në Hong Kong gjithkohë. Japoni. Bravo. Gjithkohë. Tash ne menuam se ti nga Shkodra, unë nga Shkodra. Ky podcast do bëhet në terrenin e Shkodrës, në një farë mënyrë të t'ju prezantojmë tjerëve Shkodrën, është ajo, Habibi, welcome to Shkodra. Welcome to Shkodra. Atëherë, unë kam menu në lirë për me ba gjaja ma kryesore, kam menu për pjesën e hymnes Shkodrës. Është një vend shumë i bukur për me xhiru, është edhe një vend shumë me histori për neve, se ti e din shumë mirë. Thash për xhirojmë për parat e ura drinit në fjallë. Se ato janë ura vjetër, ura aktuale, është edhe ura re që është unë artu. Besoj se pa këtë Shkodra nuk mund ta... me fjalë. Vim Shkodër, xhirimi i parë do të jetë në hymet Shkodrës. Okej, jam dakord. Shkojmë shohim hymin e Shkodrës. Pavarësisht se të janë të bëjë fije punime në lirë, po besoj se ka me dali diçka spektakolare këto, dhe për pjesën e trafikut ka me luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Një pjesë kryesore që e din shumë shqiptarë është edhe kisha Zojs. Po. Që vinë shumë persona edhe është një faktor shumë kryesor në pjesën e Shkodrës. Është faktori sepse ka një histori shumë të madhe, është një histori shumë e bukur pjesa e kësajna. Tash Anton, më tregom, thuj. Po atëherë në lirë, përpara se marrë të kjo ura aktuale që jena këtu, që kjo është ura kryesore që lidh Shkodrën me qytete të tjera, që çën edhe në Olqin, që çën edhe në pjesë tjera të Ballkanit. Përpara ka kanë kjo pjesa urës kështu me fjalë. Që është ndërtu 1813, po e 200 sa vjet historisë i urë, edhe shika a prish pjesa tjetër. Është prish ishte kjo nolli në rastin e 2010, kur nolli përmytja që e morën një fije pjesa ujit. Por kja për kohën kur e kanë ndërtuar atë kohë ka kanë ure më moderne që mundet në makinë, sepse ka pas ata harçe ti. Mban ata harçe. A mban mend Anton kur ishin fëmijë, su hashin te ura. Se mos e moj mend më. Si se moj mend më. Si se moj mend më në lirë. Si se moj mend më bu. Si se moj mend më. Po si se moj mend më. Edhe te kjo pjesa urës. Po. Jena hell. Jena hell. A kanë shumë bukur në kohë kur është shit. Edhe mund më si ishte i zalli atë që u hellsh në diku që. Ishte i zalli atë që deshte të bëj plazhin e gjana. Jo, dërshim. Po. Oh! I did not more. I did not more. Ka po atje. Po jam shumë i merakozur se mendova se s'dite not në liri, sepse kjo ka një rrjell shumë të keq që kjo ky drini këtu me fjalë, që të marr para. Edhe në këtë kohë që jena me këtë ftoftë, që ishte edhe me tesha, ishte komplet katastrofike gjaja. Jam shoku për momentin sepse s'disha se si me vepru, nuk disha çfarë me bë. Po mua që e shikova që masanaj s'ka shkodranë që s'din notin, me ta ne din notin. E din të ta notin. Ashtë peshkaj. O, që ka kënë të më kap një në frak bëtohe me. Ama në lirë se ma zorë zemrën vendit. Po që me të munget ma shemë këtë më kapi në frak, mor burë.
Këtë më kapin frak t'ju burë. A të thaç... Po thash moj, mo. Pa ja borë për qa moja borë, për se kena ma ekuilibrin që kena pas dikur me në lirë. Po se kena marrë ma ekuilibrin që kena pas dikur, kalojnë vitet. Po thash. Po të thash më po bëllë më ndohet majtë. A thash moj, mo. Isha allon me telefonat tona s'mujta për mo helmën. Po ti nuk mujta mo helmën betohem, po kur e pava se di shënoti më se s'ka shkodran se s'din not tash se del se ka problem. Po mos e mora me sportivitetin se s'kisha ç'a më bë. Që o burë në banë marak, ma pra kënë të më kapin frak, po shabesim. O shok, pësë një, moj thash, më të shajturën dhe u halë, rasht i uret. Ha? O bashit janë vjeq, o bashit janë vjeq. O la, pësë mojtë, o? Po bëllë më mundohet më të ti e peshe malë, më burë. Keve të marrë dhe mu me vedi, ma. A din që, ka kënë të mra makina ndesh, ma të kalu rrugën për me të pa me ka krau tjetër. Me veshëm pa? Thash që panovull me ty, se panovull për me dalë. Dhe ishte mu vlogatin atje me 3 telefoni mu gjytë film rëndë, po e pava se shishte nevojsh. E pava se shishte në... E pava se shishte nevojsh mu helma sa një shohulla. Uj si ishte i herë, se na i marim e sportivitet gjanat në Shkodran. Për arsye teknike, jena du të me nërë gjerimin tu, sepse shqyqyrë si jena në Shkodër, edhe nuk ka mundësi me shku në shpi më ndërbu, sepse jam kështu. Në i lirë, si ishte uj? Aku. Aku, për gidur cika, aku. Softa krejt. Sandrën, të në gjerimet. Ciao. Tesh po presim pak në i lirin se sa ka shku më nërë u si ershit i fije ka ma po arë të ura drinit edhe bani barak me të thanë drejtë, se thash se s'di notin. Po mirë vëllë, asë ardhi. Ha ma hekur. O si ki dal, o si ki dal. King ki dal super spektakl. Ajena, mikrofoni. Tesh në i lirë, Mikrofoni. Më thuj, qa kena... tesh në i lirë urën e drinit e pa me shkoj shumë bukur, tesh dërë me pa kalan. Njënër Kalan gjana. e kena i do? Po, shkojmë atje, është rrugën atje në fund, marrim rrugën edhe shkojmë të kaloja. A ikim? Ull, I sekund. vend syzet. I sekund. Qaj sekund, ma? Mira rrugë s'kalas. Rrugë s'kalas, mira, po. Hade. Po minjit malit. Qil malë më burë, qaj të full Malit më plak. Ej, fo, malit, a jenë të rëzi. E kam sëzësht. Por zotën seriozisht e kam burë, po hajde të bëjmë rrugën tesh, pas lam nam. A dhe më bësë unë njëtën malit. Po si ma njëtësh malit ti, po ku ke shansë ma njëtë malit më burë. O Në i dha, lirë, po është zotën se rej herë atje më burë. Lutem shumë, hajde ta bëjmë rrugën normale, që janë të iktan makinat, se e kena rrugën atje. i sekund ta studjej Po bak. çfarë më studiu mo? A bëm kushinit i pari unë malit, ose mjef mu më shok. Ma epi kamer mu. Çe do thonë më vëlla? Merë makinën ti, një sipër. Ti më shkatrove mo. Ti më shkatrove, po ku do më një? Anton. Po shih si jashtë më vëlla, po ku do Shif më na një malit. atje mo? Edhe me kustum o vlla, me kustum të njëjtën malit. Po në lirë, hajde mo. O kry fort, hajde të njëjtë na këtena me të rruga normale. O vlla, unë e kam bërë detyrë mu njët malit Hajde kush njëtet, hajde se të para pas se atje mu nal. njët, para se me shku ti. Merr edhe i parashut me veti ta kesh. Po më duket veti si me ka aventurat e ati. Robin Crusoe. Mikrofonin e kam. As na qiti pun ka Antonio, valla. Ku është ai? A mërë Anton edhe me i dorë, mërë Anton edhe me i dorë të mujë. Po ti nuk je shkodrani vërtet në qose nuk je njët në herë, në ka la pjesën e malit. Po dash, ndoshta ka më dash me fut kamerën në xhep mu, për arsye sigurie se më duhen 2 durt, por ama me i dorë, unë arri më njët. E bukur është se këtu ka dhe blet, po mu ba më hangër blet, mu ba në alergji. Të rikëtet pak pjesën e Shkodrës.
Edhe është pjesa e kalas ku do një dhe mërë. O, zëtë si më shmeni, mërë. Më shmeni. Ati e mërë të ura drinit. To manjet kalojnë Kamali. Po e sa kry fort është. I kja ma është rruga që duhet për me shku. I kja këtë përpara, është rruga krejt që në makinë që ndirit i të veni. Hajde me bon kam. Bane mon kam? Që kam bane? Bane, a ke qef me bo? Kja është tamam rruga si qëmë të kalaja. Kja është rruga për shembull si qënë të kalaja, shkrejt të thjesht. Më është me ba me rrugë dhe për me shku. Për mu këta zona janë shumë të thjeshta, sepse nuk jam çun pallatesh. Ku ataku shumë zona me kalu njetë, edhe të zona janë thjesht kërkojnë forcë fizike. Që në forcë fizike kam absolutisht shumë. Kam një adrenalin thjesht zakonshme. Edhe këto aventura janë shumë thjeshta për mu. Wow! Kua kaloja ma? Wow! I don't know. It's gonna be like a challenge. Qa ka me darë kënjë podcast interesant? Si me jenë podcast gjunglash. Dërzen me te. Wow! Më të fillu të dyshu këtë pjesën teme. O qura! A kena filmu bëlla t'ullën? Ua! Mërë gjathas. Edhe kalaja. Diko atje në malë do ta kenë edhe në lirin të unjit. Thjesht po vjen keq. Sa surprizë këto kpucë që kam. Edhe kostumin, se për zona tjera, I don't care. Wow! Dhe që bukur është sepse edhe kjo, besojun, si çdo rrugë malit, është ti thjesht nisesh, edhe rrugën duhet ta gjesh gjatë udhëtimit. Nuk ka një hartë si tregon se kjo është rruga, edhe njëtu. Thjesht pak a shumë si jeta. Ke vazhdu gjej rrugën tane. Edhe ti, edhe nëse nuk ka rrugë, është njëta gjallë e njëtë. Nëse nuk ka rrugë, duhet ta kryesh ti vetë rrugën tane. Janë gjallë të bukur, është adrenalin. Është adrenalin. Është zakonshme. Edhe wow!
Aty të murit është, nuk e kam qartë se si do kaloj, por no problem. Wow! Ta zona pjesa shkundës. Moli dhe raboshit. Ta zona në bo, kur kam kanë fmi, po tash po më duken ma shtira sepse shive. Që këtë pjesën të, ashtë flet, komplet, ashtë pak e shtirë me njëtë. Jam me i dorë, edhe puna është sepse unë kam këpus me maje, edhe këto janë rëshqasin këpus me maje. Edhe bari, edhe këpus me majet, edhe të gjitha. Tani ideja është se, po aty ku është muri mollë, aty si dua kaloj, aty sot edhe njës, se nuk e di pjesën tjetër. Kjo është rruga që si që pa më lamë edhe makinat atje ku i lamë, edhe do të bëjmë kam këtë pjesën këtu. Kjo është hymja për të kalaja. Kena me bëlle pak ca rrugë, po shikej çfarë pamje, shikej sa bukur është. Aja është xhamia Plumit, një ndër më të vjetrat. Edhe kjo para disa viteve ka qenë komplet e përmbytur. Se ishte ama, shra si ishte gjarpër. Më duket si ishte gjarpër. Si do njëtë më në. Gjarpër ka më në. Regojnë. Hopa. Kjo është një nërkalat, është kalaja me fjalë ma madhe në Shqipëri për pjesën e rrethimit, ku janë plot rreth 9 hektar që është rrethuar me këtë pjesën e gurit, ndërsa kjo këtu është hymja. Është si me ka një qytet këtu, brenda qytetit.
është pjesa më kulminonte, sepse janë njerëzit që më shohin, që është ky Urzova pak. S'është problem. Se pa bëna me në lirë, se në lirë las nga ka ardhe, pa përfitaj për i rastit me janë dy informacionet. Kja është me fjallë pjesa finale kur 1479 me fjallë Venecian bashkë me Shkodran, me jo dërzu në qelësat e Osman Alive në atë kohë që e përshtu në Kalaj. Pa shumë e bukur, ka një arkitektur të papama është. Këto është qumshti. Ka pjesa këto të qumshtit kur e kanë Puna është sepse unë ka marrë këtu dhe si mund të kaloj pjesën e murit, këtë nuk e di. Edhe ashtu si që thash, është pjesa e murit, që nuk e di si të ta kaloj, por do të më kalu disi. Kjo është pjesa e murit. I kam rasun alt. Ashtë kjo pjesa këtu, si por është, se është pjesa murit, po fus kamerën në gjep, që kemi unë njëta unë jam njëtë, ata nuk i shofkun, as Antonin, as kameramaner. Kjo është pjesa kalas. Edhe, yes. Po, ashtë që thash, që unë do të njitëm para tëne. Kjo është pjesa kalas. Jam pak pjesë, po nejse. Është mund gjithë me gjithë. Se ku më gjenë ata, e dhe nuk e ta. Unë normal se jam njëtë, njerës ka pa fun, Kala Shkodër ka pa gjithmonë njerës, turista që vinë, njerës zëvëni shumë. Është e bukur sepse ata po më kërkojnë mu, edhe se kam e din ku mund t'jenë. Mirë se jam njëtë. Pra një shumë ko para të në, nga nuk di mi gjithë. Atëra. Kalara Zafatit. Ashtë një pe krenarive që kena në Shkodër. Ka legend. Fjallë historia sa është legend. Historia vërtet, ata në. Por, historia sa në për filma është ba mit. Janë 3 vëllezër që kanë artu ditën edhe ju aprish natën. Deri në pikën që këtyre 3 vëllezërve ju është kërkuar të bëni një sakrificë. Edhe sakrifica ishte një prej një nga nuset duhet të moroset e gjallë në Kala. Këtu tashin ajo që nuk na ka hije ne si shqiptarë, por realiteti është ky, që 2 nga vëllezërit e datun në vend e vogël. Ju treguan nusave tyne që kjo do ndodhi ditën që do të bini ushqimet, mos hajde ju sepse njëra nga ju do moroset dhe e lanë vetëm vllahën e vogël, e lanën me bakë gjë, dhe nusja vllahët vogël u sakrifiku. Ashtë lanë një kam jashtë, një dorë jashtë, një gjë jashtë. Kamën edhe dorën nuk e kërkën kush, kurse gjinin e kanë kërku shumë, po nuk e gjajmë. Nuk e di në ku, saktisht. Nuk e di ku janë ta tipat, nuk e di ku do të bëhem me ta, por unë isha të një pjesë a kalas, pësjava, në është kanë shkullë qandër, në është, pësjava dhe në qa. Shqip në sa,
Mirë është të përta. Është pjesa kryesore ka lokali. Unë do shkate, shpërset tjena të. Për që mdohen. Da switcha në shumë. Ora e lirë. Den hier, man mirë. Tash. Unë ardha. Votacion alo kërkon. Unë jam ty pjesë e lokalit. Tash ata du të më gjetë mu. Se si do vinë, si do më gjajnë, nuk e di. Por... Arrin kja? Oh, arrin. Unë ka tash i gjysoj si të prestu. Shife. Shife, kur u njite ma? U njite? Ma s'po që i jetë kam kujtu se i këthy dhe herë mraf. A thash se do vi para tetë. Tjerë pra jena 1-0 për në A lirit. thash se do vi para tetë. Sa ja siren aty ndri nuk quhet. A thash se, ja, e ishte humje për mu, por... A një se panam, 1-1. Jo, 1-0 për mu. 1-0 për ty. Një pyetje du me të ba, a ja vleti rrugët që banë në kama, nuk ja vleti? A e vleti, shika, nuk është diçka se me a vleti, është thjesht prove point, a kuptoni, sepse unë thash ty, unë do të njitem. Nuk ka nej gjo, ti nuk kishe besim, ti nuk kishe... Me makinë deri te dera, Po ti nuk kishe besim të aftësitë e mia, Në arë me makinë deri te dera, ma zë qa komoditetit, Po kur janë aventurat, ku është aventura? Ku është aventura? Ndri, mu hell për ima ja uret. Dhe shi, ashtë si po thosh antën, kjo është kaloja e Shkodrës. Besoj se është një prej kanarive që kena në Shkodrë, besoj unë. Kjo në lirë është një nërë më të mëdha në tanë Republikën e Shqipërisë me fjalë që janë rreth 9 hektar që ka obori 1, obori 2, obori 3 që janë tradhuar me pjesën e Timorit. As një kalon në Shqipëri nuk e ka këtë çfarë. Edhe me pa nuk e di sa keni filmu ju, po shumë turista edhe që vinë e vizitojnë kalon. Si mas mitit, si mas legendet, e ka marrë nga emrin nga Rozafati, edhe është ajo që kalon një dorë jashtë, një kam jashtë, një gji jashtë, bravo. Edhe një sy jashtë. Është gjinin, a ke gjetë? Po, kena pa gjinin atje, gjiru me fije, po ta pa gjirojmë kur të këtën edhe mrapa bashkë atje, sa është gjini atje ku dallohet. Filmu me pak edhe të hymja që kur 1479 në fjallë që i dërgjën që ato e prit sekundë, të pjesa gjinit munal, a i kishte qumsht alo? Po, qumsht kishte alo aty. A pi? Pa, e mora, futa një shishë dhe pa bëj macchiato me kafen si të mbinë kja zoja këto. Ta shënton, kjo pjesa kalos, vetëm me të regu ty pjesën ku jam njët. Shive, kompletat pjesën ato jam njët si për kalos, ti s'kishe besim dhe unë. Je i papam për zoten. Ti mund tush, mirë se malin e njite, po pjesën e mujt si u njite. Edhe, shiko. Ku kisha merak më në? Edhe jam njët me i dorë, kapi pak lutëm që. Me këput serioze, si rrshasin, ti mund tush tu si u njite. Po këto kisha thonë problemin në në. Sa po e kryme aventurën tonë në Kala dhe besoj se e prezentu me Kalan me ato që du të me prezentu. Ku me nëndën se është pika tjetër si shkojmë? Mendoj që pika tjetër që du të me shku me ditë se që ka menu me këtë sezon veror është te kryetari i bashkisë, te bashkia.
Tash ti mendon se të shkojmë të takojmë Benet Becin. Po, atje po shkojmë ta takojmë. Me kostumin në vesh. Po na po provojmë burti me kostumon sportiv, bela pa na hap direkt. Qytetar Shkodran, Benet Beci, po dim gërsasin të tjera. Benet, respekte. Hajde, shkojmë. Pse quhet ajo xhamia e Plumit? Xhamia e Plumit quhet sepse ka shumë veshje me plum kur e kanë ndërtuar 1773-shin. Ka për disa pjesë historie të saj me fjalë. Po më shumë kryesorja që quhet xhamia e Plumit është se ka veshjet me plum. Shumë pjesë, mi 40-50% veshje me plum. Shumë interesante, edhe mos u gabosha, unë hin një nër si quhet, si mbrohet nga shteti. Po, është monument kulture. Monument kulture, sepse para disa viteve ishte përmytja këto që bani një skandal shumë të madh përmytja, por shqyrë shteti vuni dorën te dhe tash është në kushte shumë të mira xhamia. Për këtë arsye, ne do shkojmë te Beneti dhe do japim disa arsye. Na vlla do të japim disa mendime se si mund të bëjnë ata gjana. Bravo, se si duhet të përmirësojë xhania në Shkodër. Po, Beneti është shumë i arsyeshëm edhe i merr shumë për të mirë qena këshillat e qytetarëve. Po, e kam seriozisht. Okej, shohim nëse Beneti do na pranojë. Është shumë i ndëgjuar. A mendon se Benet Beci është kryetari i bashkisë i duhur për Shkodrën? Atje me punë çka ka bë me gjëra çka ka bë besoj se është i duhur. Sepse thëm drejtën, unë si shkodran, kam pa gjana si ka 20 e sa vjetë që nuk i kam pa. Kam pa shumë ndërtime në Shkodër, shumë rregull, shumë pastërti, edhe besoj se një kryetar tillë si Benet Beci nuk besoj se ka pas në Shkodra. Ne i lirë. Unë mundë me të thanë këtë gjanë, se unë jetoj në Itali dhe unë nuk kam gjyra politike, as majtës as gjathas. Por ama, pse sa është kryetari i bashkisë më i suksesshëm që ka punu më shumë për Shkodrën, nuk vetë në diskutim. Sepse, po me shiku pjesën, të shikaj se këtë moment që japet sezoni, Shkodrën e ke vetëm me festa me gjana burr. Është një kryetar që din më marrë me çdo gjë, tredimensional. Organizon shumë festa, organizon shumë këtu, të kjo pjesa këtu shumë shpesh ftohen shumë këngëtar dhe bën festa shumë bukur. Për hir të qytetit Shkodrës. Teatri ashtu kanë shumë funksional. Sporti ato marrin një zhvillim të mirë në qytetin e Shkodrës. Ka një vizion pa me fjalë. Në kryetarët e bashkisë që kanë kënë në Shkodër, kjo besoj se është më i suksesshëm. Jo besoj, po është 100% se është më i suksesshëm. Hajde, këtu bashkia e Shkodrës ta shohim. Ta shohim ato është e hapur. Po do të më shikolla se është e dileset, do të më diskutu këtë gjana. Përshëndetje, si e ke lut? E një mirë. Jena 2 qytetarë Shkodran edhe kena qef me taku kryetarin e bashkisë. Më falë? Sot është ditë pushimit dhe nuk është. Nuk është tu kryetari i bashkisë? Si mund të lajmi takim edhe? Sot nuk është se i recepcionit. Me fjallë, sot është pushim për gjithë? Për gjithë. Okej. Ditë e dile që është? Po. Normalisht është ditë pushimit. Në që se vim nesër? Nesër po, nesër do e gjeni këtu. Ti është një 2 qytetarë Shkodrës, kena qef me fol me kryetarin e bashkisë, me marrë disa mesazhe të mira nga kryetari i bashkisë për qytetin e Shkodrës, për qytetarët e Shkodrës. Për aktivitetet që kanë më bë këtë sezon veror për gjana. Tash jo mund të thoni që kush jeni ju. Edhe si mund ta prezantojmë Shkodrën, për pjesën e tjetër Shqipërisë që mund t'i japim një vrotë që edhe pjesa e Shqipërisë të vinë ta vizitojnë Shkodrën, sepse është një qytet që ja vlen të vizitohet. Është një më aktivat 5 vjeçarin e fundit, në qytetet më aktiva në Shqipëri. Duke filluar që
Mirë, atëherë vim nesër. Vim nesër? Okej. Okej. Kaloshi mirë. Shumë faleminderit. Fund të marr. Ditë e dile, ashtu si u prit, nuk e gjetë me kryetarin e bashkisë në Zyre, por zotni që ishin aty na dhanën, na pritën mirë, na thonë shikoj, të vish nesër, do të takojmë. I don't know. Shojmë. Atëherë, unë Antoni do bëjmë edhe një... Jo, vëlla, e bën për mua ti këtë sfidën. Jo, e këna të dy. Jo, bëj për mua këtë sfidën. Të dy apo? Kushton më shumë, kushton më shumë. Shikon, nëse nesër mas nesh bëhet deputet, unë mund të bëhem bodyguard i jot. Po mirë, s'kam nevojë pra mirë hajçuna. Bjeri. Ake. A jena? Oh, Ke shku shumë. ja më vëlla shumë pak. Ke shku shumë, ma nej lirë qa flet marë vëlla. 700, Jo mos mos ato 800, 918. 920. Na ule dhe herë? Jo, vëlla, si bio. Jo, tash arrolla jote. Jo, çfarë ralla Po, jashtë, është po s'kam konkurrenca, forcën, po, ma është kam konkurrenca. 500 euro, Hajde. ma lene njëra. Po s'kam forcën, ma vëlla. Ata loserat, kështu thonë ata si janë loser. S'kam teknik. Hajde vëlla se na duhet për content. Për zotin Hajde. s'kam teknik, mor. Hajde, se na duhet. Valla çam bane. Jebi. Jo, mor vëlla, s'ka shanse. 600, 700, 800, 900. Ua, fix Gjash. duket. Prit, ta kalova. herë. Ta kam kalu, lene, ball, stop, nuk ban ma. Nuk ban ma, lene. Atër, atë në porosisim të qanë tonë? Po. S'kemi, Si si ja e kalove, kalove, si e. përshëndetje. E mirë. Shaj stoftë këtu tonë. Qa do? Nësa për mua vetëm i busqesh edhe jam krejt në rregull. Edhe ishi shuj naturalet, lutem. Me vjallë, Ha, më në lirë, i sekund, po. fillu futen busqeshë. Jo, busqeshen kur e ka të bukur, është gjëna me homo ka zgjeri mas me ja bëhet busqeshe, me ja bëhet komplimentin. Është Shumë e bukur kamarera. ishte një busqeshe shumë bukur, po po. Se kisha po ndonjëherë këtë këtu. Po mirë, okej, me që ti ki kënë përputhën e ke eksperienca. Po. A dhe me bashkë i bashkë, me qofë se, shiko, si unë si ti, Po. do provojmë me eftu në det kamarierën. Ti do kesh atë minutazhin tënë me kamarierën, unë do kem minutazhin tënë me te, edhe cilin nga nesh do e pranojnë. A Pra bërë me në bas? nuk jam Allah. Mas e ketë humën bastin. Bërë me bas? E ketë humën bastin. Okej. Pra në nuk Dhe jam. në bastin, sa po din kamarierë, do t'ja bëjt si... Okej. Okej, presim. Tashi, du të mu ba romantik, du të me fol fjallë të bukura. Okej, sepse ma more një bast të boksi, këtë jam i Ta binu morë se edhe të drini që tash mos u hill mbrana atje të drini. A ke kohë që punën këtu? Kam pak kohë. Po zote. Si ka mundsi një Fal. Falë që Një minutë. Po. A mund të bëjmë një video? Po. Unë e Antoni, kena qef me bo pak muhabet me ty edhe me bo 2 oferta me për date. A është e mujtën që Antoni t'japin ofertën e ti, unë t'jap ofertën të Jo ofertë, nuk kanë shitje kjo më Edhe ofertë. edhe ti në fund, Gja humë me do bastin, zgjedhësh, gja ti në humë. fund do zgjedhësh cili do të jetë djali më gentleman, edhe sikur kjo të jetë e vërtet, me cilin do pranosh me dalë në date. Mirë. Me fjala është përputhën 4 minuta. Mirë, ti e ke i pari. Jo, ti vazhdo.
Unë jam kamarin këtë raste. E kam Unë Anton? mund të lësh. Vazhdo Anton. Në radhë parë do të me hek syzet. Se si kam hekset gjithë ditën syzet, po. Atëherë për me ta marrë mendin për 4 minuta, unë nuk mund ta marr mendin sepse ti jetë shumë inteligjente sa i din gjanat vet. Por me të thënë realitetin më kur më pëlqeni vajzën ja shpreh fillë. Nuk është se i ndohen shpesh ta gjana, por momentin kur ndohen kam qef me i shpreh njënjët, mas me majt njënjët e bukume. Edhe që në momentin që erdhe për me marrë poroshin, pëlqej shumë aja buzëqeshja jote. Ishte një buzëqeshje shumë e bukur, e ke shumë bukur. Edhe mas e hon para si gjanë botë, buzëqeshje që ke. Edhe e dyta, pse mundet për me kanë një diçka e bukur? Mundet për me kanë sepse të pa se jena tipat të qeshën të dy, me se mundna me kombinu shumë në për karakterin e për gjana që mundna për me pas. Edhe për i shkodrët jena të dy është... Nuk do me të premtu që unë bëj këtë të bëj atë të bëj atë tjetër, por unë do me të premtu që këtë buzëqeshje që keti mas me huma se herë, momentin që t'jesh me mu. Thjesht du një mund që i pëjtejet, sa për me do një dating kur t'ke shkoti, pa u bezdis, pa i fut stres vedit me i fjallë, mund disponu shumë ke, kur t'ke shkoti për me dal me basi mi muhabet ma të gjatë, një bisedë ma të gjatë, një vend pak ma qetë, sepse shumë zhurmë, shumë rëmojnë, edhe nuk është jam të i shprej ata gjanat që si duhet. Por unë i këj jam shifër shkruj, nuk është që... Po amarek, la unë me full të nditë. Po amarek. Në regu. Është rohe me. Okej, hajde olo. Shëndetje. Si, Si quhesh? Olgerta. Olgerta. Tom. Njerëz zakonisht janë shumë i bukur. Baci. Syti pas ke shumë bukur. Faleminderit. Kur shoh sytë tu, shoh të ardhmen tonë. Plot dashuri. Në qëse më zgjell mu, jam më i bukur se Antoni. Edhe më sa të toancë. Jam më i gjatë se Antoni. Jam më muskuloz se Antoni. Po. Unë jam VIP, Antoni sa VIP. Në qëse më zgjell mu, premtoj vetëm një jetë bukur, plot dashuri, do jem vetëm i joti, do kesh eksklusivitetin vetëm ti. Shpresoj që të pranosh të desh në date me mu, sepse kam shumë me të ofru. Mund ta marr një puthje? Jo. A mund ta jepi puthje? Për larg. Ja, pe afër. Për puthje më refuzoj. Nëse me ishte i zënë famë në ti. Një sekond. direkt me Një minut. puthën. Një minut. Ja direkt në puthje. Një minut, tash është momenti i vërtetës. Hajde pak. Verdikti jot. Tom. Në qoftë se këtë ty e një propozim. Po, Edhe keme tregu drejt, e ne? Po. edhe janë dy persona që të ofrojnë ty për date. A do kishe zgjidhur Antonin apo mu? Kë do kishe zgjidhur? Tadan. Këtë. Anton Luka, ma shumë erdhi momenti të gjajmë pak qetësi, sepse me këto aventurat tona, një ton kala... Aja drinit ishte ma bukra. E drinit ishte komplet fajet. I pyetje serioz Anton, sepse unë ku t'njoft ty, ose ku u ba pjesa jote virale, është programi Përputhën. Edhe të programi Përputhën unë majnë me një video që u ba me çantat Hermes, a kupton? Tash, sa çanta Hermes ke blenë Përputhën ti po? Me ble kam ble, po s'kam dhuru asnjë. Po ja, shika se tash, unë i kam pa videot, bile para pak ditëve hina të pa videot tuja. Me arush shkove në Përputhën, me lule shkove. Po jam shumë tip romantik në këtë pjesë. Okej, bo, këtë gjasë e kuptojnë. Ashtë një mision Përputhën që nuk u përputhe, bo. Qa pote? Është një histori shumë e gjatë, me fjalë nuk u përputh me në fond sepse kishim komplet mentalitetet të ndryshme. Unë kam menu për parë që të arë për Italijet kena të njëjtin mentalitet me Shqipërinë, por kur e mendon thellë se jeton mbrana për mbrana, është komplet mentalitet i ndryshëm. Si përshtypja për anën e vajzës, si përshtypja për anën e djalit. Edhe kishna mendimet ndryshme me atë vajzën edhe nuk. Jo, ti mos thuj me atë vajzën, si ti ke dalë me disa vajzën Përputhën, jo me atë vajzën. Po, pra, me sa vajzë ke dalë në Përputhën? kam dalë me 3-4 përse ka bosha. Ka dalë, imagjino tash Antoni ka dalë me 4 vajzën Përputhën, nuk ka përputh. Kja është jo pjesa me fjalë që dolme, njoh me njëri tjetrin, por nuk është që kishim në impact pozitiv që për me pas një diçka për ma shumë.
pavarësisht se gjanat ishin shumë serioze dhe serioziteti jam ishte shumë i madh për me gjetë një person atje të përputhën, por nuk ishte Statusi atë si është, beqar, i martuar, i fejuar, i dashuruar sot. Beqar. Edhe jam shumë rehat. Pa din sa qetë jam. Okej. Kur e mendoj jam shumë qetë. Një diçka që më ka vënë mua përshtypje kur e shifsha gjatë emisionit përputhën, kur e shifsha ishte ai mohabeti jet, si thoshe që ika në Itali, erdha pe Itali. Ika në Itali, erdha pe. Valla Italia nuk ka këtu. Nuk ka këtu. Për çdo fundjavë, ke ik në Itali, ke kry punët e tuaja, ke ardhur në Shqipëri, ke bë programin. Ke ik në Itali, ke kry punët e tuaja, ke ardhur në Shqipëri, ke bë programin. Unë besoj se ajo pjesë kam bërë një rekord personal vjet i ke ardhja sepse e kam bërë plot 105 herë shku me ardhje Itali-Shqipëri. Kishte momente që në mjesin u zgjosha në Itali, Nadje me fjalë. Kishte momente që Nadje u çosha në Itali, basha programi, unë do të më shku në Itali për në Shqipëri, visha në Shqipëri për bë programin, ndark marrë avionin për shkosh në Itali. Në nesër për njëjta gjë. Sigur Italia tjetë çu. Shkodër, Tiranë. Po ashtu është afër, një orë larg. E din se kishte momente që isha në Shkodër, që shkosha për Tiranë, më shumë bënosha me ik për Shkodër se për Italinë. Qa nuk din diqa, Anton, publiku për ty, ose qa është diqa si nuk e ke shpreh kur në publik? Nuk kam shpreh shumë gjana, se kam pas qef me majtë edhe pjesë jetët i fije pak private. Pavarësisht se në disa intervista i kam shpreh disa gjana të mia, por besoj se është më mirë për me majtë disa gjana private për atë pjesë. Ban ma kur të vinë momenti do t'i flas ata gjana, por për momenti nuk e shoh të arsyeshme për me i fol ato pjesë në fjalë. Por ka shumë gjana interesante me fjalë ajo pjesa private. Unë kam një jetë plot me aventura me gjana. Po më thuj për aventurë? Aventurë për shembull. Me çe pak zonë Anton sepse ç'a më thon ty aventurë, më thuj një aventurë. Pjesë tone personale. Ç'a më thon ty një aventurë, apo ti jetë mendoj se un kam shumë më bukur. Okej, sa të menuesh ti, unë do t'i informoj diçka publikut, për ata që për publikun. Unë edhe Antoni kena disa kohë që jene në negociata. Edhe po menojmë t'i ofrojmë diçka publikut, është një që nuk do ta flasim. E dyta është një film që po e shohim mundësi realizimit. Se shumë shpejt. Shumë shpejt do të realizohet, janë mundësi, se s'ka mundësi për ne. Jo, ne do të ne realizohet thjesht shumë shpejt. jena të pjesë e negociatave mes meje dhe teje, gjetja aktorëve, e fjallë, e kena zbardh komplet skenarin, kena gjetë personat që do bashkëpunojmë, thjesht jena të pjesa e gjetjeve të aktorëve, që besojmë se do t'jenë përshtatshëm për atë që do në realizu në ti. Po. Atë do t'jetë filmi, do jetë diçka tjetër që Antoni nuk ka qef me e përmen, do të përmen diku tjetër. I pyetje, u ba firma VIP, u ba Big Brotheri. Ke marrë ndonjëherë ndonjë ftesë nga këto emisione, ose kishe pas dëshirë, kishe hi, ose si do kishte qenë Antoni, sigur kishte qenë në firma VIP ose në Big Brother? Më thënë drejtën i dëshirë kam pas për me hyrë te Bigo, pavarësisht se nuk u mundsu ajo pjesë për hyrjen te Bigo. E kisha një dëshirë shumë të madhe për më fut për me tregu vidin 360 grada, por për arsye teknike, për gjana tjera, për pjesë kastit, i kishin plotësuar ata kastin e vetë dhe nuk u bëa mundën në ajo pjesë. Po dhe firma? Nuk është se më ka interesu për të. Kush do e fitojnë Big Brother? Big Brother, unë mendoj që ka me fitu është midis Selinit edhe Mirit. Nëse para 2 javëve kam thënë që Miri nuk ka me kënë finale, është Selin Mir, loja krevatit. Uroj që i Miri kur mas ta fitojnë. Është 55. Selina okej, edhe po Miri noman. Vetëm ai mos ta fitojnë. Një është 55 për Mirin, 45 për Selinin. I bindën me bast. 100% i bindën. Më ka ardhur keq që ka dalë Senaldo, ishte një personazh që unë ja kisha harruar me shumë dëshirë, me shumë zemër që ta fitojnë. Edhe është një personazh që nuk e di, alon nuk kam arrit me pa një personazh të tillë, më ka ardhur keq për Senaldon. Vjen keq që Miri vazhdon të jetë aty. Për Stenaldon kam pas shumë dëshirë për me fitu Stenaldo, e lonë që të njëjtin mendim për ty, por Stenaldo që ja bane një fije me hile brigena me Mateo, sepse bane në tipin e afrimit, tipin e puthjet, se s'kishin që me bane një diçka tjetër, edhe kjo e penalizoj Stenaldon për medalje jashtë. Sepse po me i shikua se ata s'ka në lidhje gjë. Unë mendoj që Mateo me Brigenin kanë pas një lidhje përpara se me hynë Big Brother,
thjesht e kanë lujt lojën dhe me që nuk flasin me njëri tjetrin për me zgjat sa ma shumë brand Big Brother. Teori konspirative. Është teori e sigurt ma valla që jam të shiku. Unë bile kam vu me një bas para 3 javë me një shok temin, që i thash që brenda 3 javë i thash keme pas puthje për këtë, se sa ma shumë që t'i afrojnë finales, është ma shumë, edhe më tha nuk është e mujtë, më tha. Ndërkohë puthja nolli para 5 ditëve, nolli puthja që ishte të Bigo. Që kja penalizoj Stenaldën për medalja është dashuria të në, sepse publiku po pret me padurim. Pse po pret me padurim publiku? Se në momentin që thot kjo nuk kam kene lidhën kur, ky tjetri futet me teorinë që kam puth, kam kene lidhën kja, e bën publikun me dyshu. Me fjalët e veta. Një shkodran tjetër që e kena gjane do na fart që ka vazhdu djetë të firma VIP, ashtë Akili, Akil Varfi që e përshëndesim Një shumë. sukses Akilit, shpresojmë që ta fitojnë Akili këtë pjesën e firmës VIP, sepse është një personazh shumë i dashtën, është shumë lojnagji, është një shembull bagi i mirë për mua ka shumë gallat kur rrin me të me fjalë. Edhe besoj se ta është pikata për masat e dukna për me fitu Akili, pse jo. Edhe një mën edhe i fije për atë karrierën e tij të mrekullueshme që ka. A ke gënyu në herë në televizion atë? Ke rrajt në herë të programi këtë janë? Jo. Unë jam mishtë shifre shkrujt. Unë jam i thjeshtë. Bile ishte një rrallë që kisha takim me një gocë që u bë pak virale ajo pjesa, që kjo pjesa aventurse. Po më pyeti se çka ke balli, thash që kam kanë deri në Londër për me hangër një darkë. Edhe u gjujt ato komente, nuk i shoh zakonisht ato komente, po si ikën në Londër ti për me hangër një darkë. Ndërkohë një rrallë tjetër isha në Hong Kong, edhe i tham një mikut, a din çfarë bëjmë po? Po shkojmë deri në kinë e pimi kafe sepse nuk ma besu në Londrën për darken, tash po shkojmë deri në kinë pimi kafe dhe po kthena. Ashtë edhe programi që ti dhe Arionin besoj se e keni kë, e keni bërë se keni shku në Po, kam kanë Arionin edhe me Andin, po. Kena kërën, ishte një eksperiencë shumë e bukur. E kam shiju në maksimum atë eksperiencë që kena bërë, ishim në Japonin, Hong Kong edhe një pjesë të Kins me fjalë, edhe mund ta them me plot gojë që ka qenë një ndër udhëtimet më të bukura që mund të kem bën personalisht si janë tonë. Po prap, nuk mund të krahasot udhëtimi jot në Hong Kong me udhëtimin ton në Shkodër, lutem shumë. Është e vërtetë, e dinti për ata tregoj të fort. Po. Edhe kur eshim në rrugë të Tokios, ju thosha, po si më kanë pedonale në Shkodër, derisa më thonë, na çmend, mas na përmend më Shkodër se si thosha, këtë si në Rus, këtë si në stadium. Përmend Shkodër, promovoj Shkodrën sa më shumë sepse funit je Shkodron. Kalosh në ndaj rrugë atje në Tokio, thosha, çu për zotin thosha, këtë si në Shkodër na çmend, thosha. Okej. Të që janë tënë, do bëjë diqa ndryshe. I ftumi do i bëjë një pyetje moderatorit. Ti du të mbash i pyetje mu. Do të ta bëj pyetje ty. Shkrepe. Cili është pengu më i madh në jetë që se ke realizu për arsye teknike, për arsye kohe, për shumë arsye, por që ty të ka me të peng që nuk e ke realizuar gjë. Pyetje filozofike pra më vëlla, dhe ishte pyetje. Jo, në rregull ti po. Jeshtë në pak kota më nej. Pengu jem më i madh në jetë është që sepse shumë shqiptarë din historinë time në Angli, çka kam bërë, se kam kaluar, kupton? Po. Edhe më ka me peng se kam gabu shumë si i ri, si gjithë të rita, kupton? Kam gabu shumë. Kam pas mundësi të kthjellohem, të kthehem, kupton? Po thjesht kam nejtë në gabim një periudhë shumë gjatë. A do shumë më përpara me ndru jetën time, a do shumë më përpara. Kjo është penguem. Penguem që si i ri kam gabu shumë. A mund të tham i gjë? Mos shka ka kene i gabim që ke gabu për me pas jetën që ke sot? Se unë për vedi gabime do një marrë për sfida, nuk i marrë për gabime. E kuptej, po sa më pak gabime që të bash një jetë, aq më i suksesshëm do të jesh një jetë. Je komplet sa më gabim pak gabime që të bash një jetë. Je komplet gabim të kja pjesë. Më falë që pa ta thame. Sa më shumë gabime për me kanë, aq më shumë je më i fort, më i karikum. Por ç'a ndodh është ti? Sepse na në Shqipëri edhe në Itali kena atë mentalitetin që pu gabove me xhikuat tjetrin. Nërsa po me jetu në Amerikë, njerëzit që kanë bërë gabime i vlerësojnë me notat maksimale. Pse sepse është një person që ka jetu një diçka, e ka provu vetë, nuk e ka lexuar në libra. Edhe kjo është mësimi më i bukur që mundet me të ndodhë për jetës. E din që unë knacem për vedi, kur më ndodh një gabim ose kur më ndodh një diçka, tham shqyqyr që ashtu marr një diçka shumë më e mirë se sa ja.
Se në fund kja jeta perfekte më sëndën çfarë suksesesh keme pas. Keme pas jetë perfekte me rregulla me gjana, po s'nollen Ke pas jetë burim, tak. Po. Ke pas jetë burim pa gabime. Keme pas atë jetën 8 pas ditës, me shku në shtëpi me hangër, ne nesër. E kuptoj çfarë do. Inkubatrice. Anton, kryetarin e bashkisë nuk e takuam. Drini e bane. Unë jam i menimin që tash të shkojmë diku tjetër. Me fjalë, ti ma prezantove pjesën e Shkodrës, tash unë të të çoj dikun tjetër edhe për të është një eksperiencë tjetër. Ta bëjmë një tip firma VIP, du të jap një sfidë dhe shoh sa i zotit do të ishte ajo sfida. Jam gati. A ikum? Ikim. Çona. Jetë lac me në Ilirë. Jetë lac. E kuptoj, të lac. Da shkosh me vun flok të jere. Ja. O, më pyetje çfarë menimit kam për ata që mjallin flok. I ka mjallë, ose do ja. Më pyetje. Çfarë mendimi ke për ata që mjallin flok? Allah, veprim shumë gej. A bane Allah, po. Mjallja flokëve, atër, bana pak serios, mjallja flokëve si veprim, a shumë veprim gej. Imagjinoj dhe shti, djali sa i bukur, 42 vjeç djali, edhe i mjalli flokë, ti kanë dalë flokë djali, sa bukur. Vllatë, kanë ra. Mjallja flokëve si veprim, a shumë gej, menimi jem, ka që mena jem. Shti gjaja tjetër. Si veprim, nuk po tham sa personi gej si kam jetë, por veprimi me mjallë flokë, shumë gej, vllatë, menimi jem. Gjaja tjetër, kja vajza mu më zgjolli mu kja vajza. E ke humëllë këtë bast. Jena 2-0 Por unë ja tham shqip ti mos i bjerë ma ati ma bëjt këj prap aty. Jo më zëma, mos i bjerë ma këti ma bëjt, se këtë dalin të të qesin mu fitu. Sa i fushtë rje. Po për qa, baj program për ty, unë e për mu. Qa nishë të, qa. Të shi, do shkojmë diku tjetër antën. Ma len mu ndorë, do të... Hajde ta shojmë se qa parofa ti. Ti e shkodronë, do t'jesh edhe pak katonarë. Katonari, që të ka të kërëq marë vërë. Bravo. Tash do e provojmë se sa katonar është në lije, sa katonar është Antoni, dhe sa mirë dina me menaxhu me katunin, me kafsht, e bën një firma VIP. Dakor? Po flet marë vërë. O kry. Ideja ishte zunë Antoni e marrë me bërë këtë gjyrë me kallë, po shumë i egrë, vla, më duke se po nga dështon si plan. Hajde Anton, hajde. Ha? Qa menimit ke? Po s'prish punë, vla, mund të anullojmë në këtë gjë. Po qa më vasi ideja ishte do banë këtë. Po bro. Ta shikojmë, ta provojmë edhe herë. Ta provojmë, isha që të thot, po. Po, të rikshme e shokët mund mu të cecu. Si përfunim Anton, unë e ti të firma vit kishim dështu totalisht. Në sekonda. Totalisht kishim dështu në Antoni të firma vit. Sekonda. O vla, ka, bëjmë me nej dele, nej pull, nej za. O, i bukur, pa më vla, po. Pasi i gjunë shilë më daj. Jo, i bo më përqonë 2 kamp mu më helë për tokë, sonë sërimen, s'di me najtë në te. Hopa! Vet, vash? Merë timonin. Gjan. Papa, pa ja se u ba me shok, si një kauboj i vërtet. Për ka që gjohë kishe frikë të Anton, që sa trim jam unë. I don't care, man. A i fus dytin kusha? A i fus dytin? Ec! Jo, mos morza! Anton Luka, unë e provova vetin se mune me kanë një katonar shumë i mirë. O ti e kalove klasën, bon qatë baj. Si... E ke fitu sfidën, Adam. Si sherifat e viteve 20. E ke kalu klasën ma, a blokojnë me kënë gja. S'pa ka nevoj me hypën te? Që thuti, a blokojmë?
E në lirë. E ke fitu këtë sfidën, e ke fitu t'i ndasht. Miq të nderuar, miq të Shamat Podcast. Unë jam Elir Piri. Se ku jemi kusho? Rambo. Ky është Rambo, ja? Ky dhe emni e pas asë vitin. Ky është Rambo, ja. Kjo ishte aventura që unë Antoni deshme të bëha sot. Ishim në Dri, në Kala, shkume me taku kryetarin e bashkisë, nuk e takume. Bame i propozimi vajzës që e propozova unë edhe unë do dalë ndet me Anton. Anton, unë do vinë Shkodër, do dalë ndet me vajzën. Prandaj në Ilirin e vajza. Sigurisht e pranoj mu. Edhe Alo, ma millim shkitën. jo, është rralla jote që ta provosh vedin. Po s'ka më nevojë me hyp, s'prish punë. Duhet ti Anton me hyp tash edhe me tregu. I'm the best. Ta shifni. Uçi, ç'a hypi kë ka shpejt më valla? Të nderuar televizikues të Shamat Podcast. Në këto momente kemi Antonin që është si plak, që na tregon ne që nuk di si ta trajtoj një kafsh. Tash është e momenti që Antoni do ec Anton. Jo, seci. Ec. Shika, gati. 1, 2, 3. Ec Anton. Avash. Ata po të bajnë për komente, më valla. Pse arrin si femën? Pse ec si femën? Qa është këtë gjiro kalit? O frigat cak. Qa shkodran jiti më shkodran falso? Jam katonar, mërë se më shkodran. Po nuk jema katonar, se me kanë tiftojnë dy qa bajnë katonar, prit sa t'ulesh ti. Edhe shef spektaklet i qa bajnë katonar, po nuk je katonar. E ci fije më burë, se s'ka lezet. Po më të shi ule. E ci fije, se na duhet për kontent. Ecet shpejt, Anton, shpejt. O vlla, di qa keq dukesh më, beton, të po del emisioni shumë kot. Ndash, s'prish punë. Antoni, tu të dështoj me asë i gjasë janë të baj tu. Ndash, s'prish punë. Unë hadha pe ure, tash moment jetë më hadha pe kalit. Si ka si drita, rë. Po, si drita po, kjo e momenti dështimit, Anton, ma dështove emisionin vlla. Në qose nuk bën e gja, në qose nuk urzohesh, ose në qose nuk e si fije, ma dështove emisionin vlla. Si mund të orëse Antonin ka kali. Kam gjatë do më drillë, nuk edhe një kam të minja. Ma dështove këtë pjesë, Anton, i kisha menu shumë bukur, ma dështove këtë pjesë. Ja, s'prish punë, nësë jena në regull. Jena në regull. Hajde, kur dush, hajde mërë. Jo, e mas më nari të pengë. Më la pengë i të rëpte më dhe rëgnina. Anton Lugat, falendoj shumë për këtë ditë. Falendoj Aventura ishte komplet. Jena knaq. Një nejësie pa pa me. Tu dhe pjesa vuni kena dështu i fije, po sa problem. Ja kena kalu ti. Kena dështu, po na ka nëru kushë ja. Kena pas kushën që na ka nëru. Falendoj shumë për pjesëmarrjen në emision, edhe do shihemi shumë shpejt në projektin tem edhe Antonit. Ky podcast u mundësua nga Max Mavrud, Max Wine, vera më mirë shqiptare, Bit Investment Group, Tenda Tushi, Big Brother Boutique Shkodër, Eagle Rental, Zeus Dental Clinic,